Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar këtë herë për fenomenin e radhës Mimoza Ahmeti. Mimoza Ahmeti është një nga fenomene që në fakt komentohet më së shumti, përflitet më së shumti dhe me patjetër publiku shqiptar janë kureshtar të dinë se çfarë po ndodh me të, ku do të pozicionohet Mimoza dhe cili do të jetë roli i saj në të ardhmen. Pritën me njëherë pas përfundimit të Fermës që Mimoza të merr një rol të rëndësishëm në televizionin Vision Plus, por si që duket, Arbana dhe Eduarti ka një plan pak më afatgjatë për një fenomen si që është Mimoza Ahmeti. Do me thënë, nga informacione që unë kam arritur të marë, Arbana dhe Eduarti vërtet ka një plan të bukur dhe ky plan është shumë interesant. Ju tashmë e dini që Mimoza Ahmeti është fenomeni më i madh shqiptar, do me thënë fenomeni që e ka bërë për vete të gjithë publikun, fenomeni që që ka fituar dashurinë e publikut dhe fenomeni që ka mbërthyer publikun për ekranin. Kanë qenë të shumta pyetjet se ku do të jetë Mimoza. Duke e njohur strategjinë e Eduarti, që Eduarti do me thënë di të krijojë nga fenomeni në fenomen, sepse edhe Luiz Eilin në Big Brother VIP Albania 2, Eduarti e zbuloi si fenomen, sepse ne kemi njohur Luizin, por nuk i kemi ditur këto korniza, do me thënë është Eduarti ai që e ftoi në Big Brother, Luizi me shumë kënaqësi e pranoi ftesën dhe sot kemi një Luiz që realisht na bën të ndjehemi të gjithë krenar dhe na bën që ne ta duam gjithmonë atë. Unë mendoj dhe besoj që Mimoza Ahmeti do të ketë një rol të rëndësishëm në Ferma VIP, aty ku edhe do të luan rolin e opinionistes, një rol që besoj që peshon tek Mimoza, ka një peshë të veçantë, ka një vlerë të veçantë, ka një interes të veçantë e publiku dhe mendoj që Eduarti do ta lidhën shumë bukur koneksionin tek publiku, tek Mimoza edhe tek banorët, do me thënë ky connection që do bëhet ky trekëndësh në Ferma VIP, mendoj që do të jetë një trekëndësh i cili do të ngrisë akoma interesin që Ferma VIP të jetë një nga reality show-t më të shikuar dhe më të dashur. Do me thënë, është një format shumë pozitiv, është një format me shumë energji të mirë dhe është një format që duhet t'i dhurohet vërtet dashuri. Nga informacione që unë kam, roli Mimozës do t'jetë opinioniste në këtë format, do të shohim se si do të pritet, do të shohim se si do t'jetë dhe besoj që do t'jetë diçka fantastike nga Mimoza Ahmeti dhe natyra e saj. Dua të marr mendimin tuaj.